Fati i soqet në këtë mbledhje ka qenë në lidhje me përdorimin e gjuhës në të gjithë materialin zgjedhor, me të cilën ne deri tash e kemi implementuar me përgjithësi më të plot këtë dispozit ligjore. Dhe ju e dini se edhe qofshin ato fletë votimet, qofshin materiali tjetër, ka qenë i përdorur në gjuhët me cilët lejon edhe ligji. Që do të thotë se në komunat mbi 20%, ku janë dikundi 27 komuna që plotësojnë që të përdoret edhe gjuha shqipe, në 4 komuna që përdoret edhe gjuha turke, në një komunë përdoret edhe gjuha rome dhe në një komunë përdoret edhe gjuha serbe, që është implementuar në plot shmëri, të themi, dhe njëkohësisht nuk kemi hasur problemet e natyrës së ndryshme. Tash është edhe një prej asaj që ka ngelur që nuk është implementuar, për shkaqe teknike të themi, për shkak se enti shtetëror për statistik i ka shtypur deri tash të themi regjistrin zgjedhor, dhe ne kërkojmë që edhe ky pasi është material zgjedhor, në komunat që janë mbi 20% njëjtë të përdoret sikurse edhe të gjithë materiali tjetër, si që potencova, qofshin ato listat votuese, qofshin edhe listat e regjistrit zgjedhor, të themi që do të jenë të veçanta në çdo vend votimi. Ju e dini se kemi, domethënë, regjistër zgjedhor të veçantë që duhet të jetë në harmoni me kodin zgjedhor apo në harmoni me përdorimin e gjuhëve të cilët lejohet në ato komuna, e sidomos edhe gjuhës shqipe. Kjo ka qenë ajo kërkesa e jona, me të cilët mendoj se në të ardhmen do të edhe u duk se ka hapësirë për të mirëkuptuar dhe do të jetë i gatshëm edhe enti statistikor që të implementojë të njëjtën. Në përmendet një numër aty 68.000 qytetarë janë të evidentuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme jashtë, a janë votues, janë domethënë qytetarë dhe sa ka pikërisht janë shqiptarë votues? Po ju e dini se regjistri zgjedhor për ato të cilat janë të evidentuar se jetojnë jashtë të vendit, themi jashtë Maqedonisë, dhe kanë evidencë në regjistrin zgjedhor që shënohet me yll. Që ky numër është dikundi 68.000 nga ajo të cilat ne posedojmë, që i kemi marrur të dhënat nga Ministria e Punëve të Brendshme. Dhe sa është real se me të vërtet ka 68.000 votues jashtë vendit nga Maqedonia, apo është një numër tjetër, ne nuk jemi kompetent që të themi se është për shkak se ato evidenca është kompetent Ministria e Punëve të Brendshme. Nuk ka dhënë sa ka shqiptar. Dhe nuk janë për shkak se evidenca e regjistrit zgjedhor nuk bëhet mbas të etniteteve, domethënë aty nuk mundet të ndërhyjmë për shkak se edhe nuk është e parapamë mbas të kodit zgjedhor, që do të thotë se sa janë shqiptar, sa janë maqedonë, sa janë tjerë, domethënë aty nuk mund të shohim një çështje të tillë. Ne mund të vërejmë për shembull për atë të cilën kur votohet diaspora, me që në flet paraqitjen ku ato do të paraqiten, njëkohësisht duhet të deklarohen edhe për etnitetin e tyre, se kujt etniteti i takojnë, dhe atëherë do të dimë vetëm për ato jashtë që do të kenë të drejtën e votës, sa do të jenë shqiptar, sa do të jenë maqedon, sa do të jenë tjerë. Ka dorëzuar ndonjë subjekt politik ankesë për shkelje të kodit zgjedhor deri te ju në KSH apo qytetar apo organizatë qeverisare? Po deri tash me që jemi në fillim të procesit zgjedhor, që ka filluar veç procesi zgjedhor, ne nuk kemi ndonjë ankesë të kësaj natyre që është shkelur ndonjë procedurë apo kanë kërkesa të natyrave të ndryshme. Ne bëjmë çmos që të jemi në hap me kohën, në hap me afatet ligjore që kemi, dhe njëkohësisht do të jemi në korelacion të asaj natyre që tu mundsojmë kandidatëve të cilët do të garojnë për kryetar të shtetit që të grumbullojnë nënshkrimet në afatin ligjor që duhet dhe mos kenë probleme gjatë çështjeve teknike që varen nga KSH.